GKK ka dhënë dënimet edhe për të akuzuarit në dosjen e dytë, që ka të bëjë me kompaninë 5D, ku dy ish-drejtorët e Bashkisë së Tiranës akuzohen se janë pronar faktik. Debora Keçi është dënuar me 1 vit burg, por me gjykim të shkurtuar ajo do të vuajë 16 muaj shërbim prove dhe ndalon për 5 vite për të ushtruar funksione publike. Teuta Guri, Renato Gjerasi dhe Tion Mera janë dënuar me 60 orë punë secili pa shpërblim, që duhet i kryejnë në shërbim të komunitetit brenda 6 muajve. Ata akuzohen për shkelje të barazisë në tendera duke favorizuar kompaninë 5D, pas së cilës akuzohen se fshihen Mariglen Qato dhe Redi Molla. Keçi është drejtore e klubit Shumë Sportësh, e akuzuar se në vitin 2020, në drejtimin e klubit sportiv Tirana, institucion në varësi të Bashkisë së Tiranës, në bashkëpunim me 3 persona të tjerë, në cilësinë anëtarëve të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, kanë krijuar për 5D Konstruksion SHPK avantazhe dhe privilegje të padrejta në një tender që ka të bëjë me rikonstruksionin e një palestre. Sa i përket Qatos dhe Mollës, por edhe personave të tjerë të përfshirë në kompaninë 5D, dosja po shqyrtohet më vete nga GKK.